Ndryqimi një dhome spitali nuk është kurrë ngrohtë, sa do drita të ndryqoj sipër. Për Sher Kent, shkëlqimi steril vetëm sa zmadhonte heshtin që rrethonte djalin e saj 22 vjeçar Mikael, derisa ai qëndronte i palëvizshëm në një shtrat spitali. Tupat dhe telat e rrethonin, një makinë që biponte ritmikisht pranë shtratit, një kujtesë e dhimbshme se jeta e tij vare nga një fije e hollë. Vetëm disa orë më parë, Mikael kishte qenë plot jetë, duke qeshur, duke bërë plane, duke ndërruar me zë të lartë për të ardhmen e tij. Tani, ai qëndronte i palëvizshëm në një shtrat spitali, viktime e një vendimi të vetëm shkatërrues. Një pilulë e panjohur për të, e përzier me fentanil, një opiod sintetik, aq i fuqishëm sa është deri në 100 herë më i fortë se morfina. Sherri nuk pretendoi kurrë se djali i saj ishte i përsosur. Cila nën e bën? Por ajo i njëjta ato thellësisht. Ai nuk ishte i varur. Kishte ambicie, njerëz që e donin dhe një familje që të çmonte çdo pjesë të tij. E megjithatë, ja ku ishte ajo, duke u ngjitur në shtratin e tij në spital, duke mbështjell veten rreth formës së tij të heshtur, lotët e saj duke u zhytur në rrobën që ai kishte veshur. Ajo e mbajti afër, duke dashur që ngrohtësia e saj të arrinte, edhe nëse ai nuk mund ta ndjente. Më zë të ullët, ajo i përshpëriti në vesh. Unë jam ende krenare për ty i dashur, pavarësisht gjithçkaje. Fotografia që ajo bëri në atë moment, për qafimi i fundit mes një nëne dhe djalit të saj që po vdiste, shpejt do të përhapen në përbot. Por kur ajo e postoi në Facebook, nuk ishte për simpati, ishte një paralajmërim, një lutje, një përpjekje dëshpëruar për të siguruar që asnjë nën tjetër të mos ndjente atë që ajo ndjeu në atë dhomë spitali. Mikael Kent ishte 22 vjeç, i ri, i pashëm dhe energjik. Kishte një lidhje të ngushtë me motrën e tij dhe një karizmë të lehtë që i bënte njerëzit të ndiheshin të mirëpritur. Më 20 mars, Mikael dhe motra e tij po kryenin punën kur u afrua një i huaj, një burr i panjohur që u ofroi pilula. Motra e tij e vetëdijshme për rreziqet e paralajmëroi menjëherë Mikaelin të qëndronte larg. Ajo luti të mos i merrte, por të ndihmi eksperimentit, ose ndoshta, joshja arratisjes nga stresi, çfarëdo që të ketë qenë, doli më i fortë. Të nesërmen më 21 mars, Mikaeli u takua fshehurazi me të njëjtin burr. Ai bleu pilulat dhe shkoi në tualetin e një dyqani ku konsumoi një. Pak çaste më vonë, ai u rrëzua. Kur mbërritën paramedikët, ai tashmë ishte në arrest kardiak. Ata punuan me dëshpërim për ta ringjallur, por kur arriti në spital, ishte tepër vonë. Mikael u vendos në mbështetje jete. Sherri u njoftua dhe bota e saj u coptua në dysh. Sherri nuk hezistoi. Ajo nxitoi drejt spitalit pa e ditur çfarë të priste. Ajo që gjeti ishte djali i saj, foshnja e saj, i lidhur me makineri, pa ndjenja dhe pa përgjigje. Infermierët i shpjeguan me butësi situatën duke përdorur fraza si nuk ka aktivitet truror dhe prognoze rënd, fjalë që asnjë prind nuk mund t'i dëgjojë kurrë për fëmijën e vet. Në një moment që ajo më vonë do ta përshkruante si më të keqin dhe më të shenjtin e jetës së saj, stafi i spitalit i bëri vend në shtrat. Ata e kuptuan se asgjë nuk ishte më e rëndësishme në atë moment se sa krahët e një nëne të mbështjellë rreth djalit të saj. Kështu ajo u ngjit në shtrat, u shtri pranë tij dhe përshpëriti çdo fjalë të pathënë që mund të gjente. Të dua, Mikael, jam krenare për ty, jam këtu. Koha kalonte ngadalë. Ajo shikonte monitorët dhe dritat që pulsonin, duke shpresuar për një mrekulli. Por thellë brenda saj, ajo dinte çfarë po vinte. Më 21 mars 2017, Mikael Kent ndroi jetë. Bota e Sherrit ndryshoi përgjithmonë. Në pikëllimin e saj të madh, Sherri gjeti forcën për të bërë diçka që pak njerëz mund ta bënin. Ajo ktheu humbjen e saj personale në një mesazh për botën. Po atë javë ajo postoi fotografinë e saj duke qëndruar pranë Mikaelit, shoqëruar me një mesazh të sinqertë dhe të hapur. Dua që të gjithë të dinë se djali im Mikael mbidozoi me fentanil. Djali im nuk ishte i varur, ai bëri një gabim që i kushtoi jetën. Fjalët e saj prekën një botë. Mira e njerëz shpërndan postimin e saj. Të huaj nga gjithë bota dërguan ngushëllimet e tyre, lutjet e tyre dhe në disa raste, historitë e tyre të humbjes. Në intervistat që pasuan, Sher e bëri të qartë se nuk e ndau fotografinë për vëmendje.
Ajo e ndau sepse donte që prindërit, adoleshentët dhe komunitetet të kuptonin se sa e rrezikshme ishte bërë epidemia e opioideve. Kjo drogë po vret 5 deri në 7 njerëz në ditë në çdo qytet në Kanada, shkroi ajo. Është jashtë kontrollit. Ajo kishte të drejtë. Sipas Huffington Post, Kanadaja po përjetonte një rritje të mprejtë të vdekjeve të lidhura me opioidet, veçanërisht për shkak të fentanilit. Droga shpesh e përzier në pilula rruge pa dijenin e përdoruesve, po shkakton kaos në familja në mban vendit. Vetëm në Kolumbinë Britanike, vdekjet nga bidoza kishin arritur numrat ronditës me fentanilin të pranishëm në shumicën e tyre. Ajo që bëri historinë e Mikaelit edhe më tragjike, ishte stigma që rrethonte vdekjen e tij. Disa njerëz kur dëgjonin se ai vdiq nga një bidoz droge, mund të kishin nxitur të gjykonin, por Sheru shpejtua të shpërndante çdo keq kuptim. Djali im nuk ishte i varur, theksoi ajo përsëri dhe përsëri. Ai bëri një zgjedhje të gabuar, një të vetme. Në një kulturë ku varësia shpesh keq kuptohet dhe dëmshuria ndonjëherë mungon, zëri Sherit dallohej. Ajo kujtoi njerëzve se varësia dhe madje dhe përdorimi eksperimental mund të prek çdo familje. Se një vendim i dobët nuk duhet të fshijë një jetë të tërë plot dashuri, mirësi dhe ëndra. Ajo shpresonte që duke humanizuar historinë e Mikaelit, mund të çmonte etiketat e ashpra që shoqëria u vendos atyre që bien viktime drogave. Kjo mund t'i ndodhë djalit tënd, vajzës tënde, miku tënd më të mirë, paralajmëroi ajo. Ne duhet të flasim për të. Një trashëgimi virale. Ndërsa postimi i saj në Facebook u përhap, mediat morën historinë. CBC News intervistoi Sherin dhe mesazhi i saj u transmetua në të gjithë Kanadan. Huffington Post dhe platformat të tjera të mëdha botuan historinë e Mikaelit. Në çdo intervistë, Sher qëndroi e qetë, e vendosur dhe rënqethëse e sinqert. Ajo nuk u donte simpati, donte veprim. Ajo bëri thirrje shkollave të flisnin hapur për opioidet, u lut prindërve të bënin biseda të vështira me fëmijët e tyre dhe u bëri thirrje autoriteteve të godisnin shpërndarjen e palishme të drogave. Ajo gjithashtu theksoi nevojën për shërbime të aksesueshme të shëndetit mendor dhe mbështetje për varësinë, jo vetëm për përdoruesit, por edhe për familjet e tyre. Njerëzit duhet të dinë se fentanili nuk është thjesht një drogë rruge, tha ajo. Është i maskuar në pilula që duken si diçka tjetër, Oxycontin, Percocet, Xanax. Fëmijët mendojnë se po marrin diçka të sigurt dhe po vdesin. Në ditët pas vdekjes së Mikaelit, miq dhe familja dolën përpara me histori për jetën e tij. Ata folën për sensin e tij të humorit, dashurinë për muzikën dhe lidhjen e thellë me motrën. E kujtuan si besnik, të mendueshëm dhe plot jetë. Për Sherin, ato kujtime ishin gjithçka. Ajo ka pas tyre si pas litarëve të shpëtimit, duke risjell në mendje të qeshurat e tij, duke mbajtur fort fotografinë e fundit të bërë para tragjedisë. Fotografia e saj duke mbajtur atë, zemra e saj duke u thyer në korale, do të bëjë një simbol jo vetëm i humbjes, por i dashurisë së fortë të një nëne. Nëse ndarja e dhimbjes son mund të shpëtoj qoftë edhe një jetë, tha ajo, atëherë ja vlen. Dhimbja kurrë nuk do të lë vërtet. Për Sherin çdo ditë pas vdekjes së Mikaelit ishte ndryshe. Ajo zgjoi me një peshë në gjoks, një dëshirë të heshtur për zërin e djalit të saj, por ajo zgjoi gjithashtu me një qëllim. Me çdo intervistë, çdo postim të shpërndar, çdo person që thoshte, faleminderit, fola me djalin tim për shkak të teje, ajo gjente forcë. Me kalimin e kohës, ai filloi të fliste në shkolla dhe ngjarje komunitare. Qëndroi para klasave të mbushura me adoleshentë, duke mbajtur fotografinë e Mikaelit dhe duke thënë: "Ky është djali im." Ai nuk mendoi se një pilulë do ta vriste, por e bëri. Ndërsa Kanadaja vazhdon të luftojë efektet shkatërruese të krizës së opioideve, historisja e Mikaelit mbarti një peshë të fuqishme dhe urgjente. Ato heqin anonimitetin e statistikave, duke zbuluar kosto shumë të vërtet njerëzore. Çdo numër përfaqëson një jetë, një familje në zi dhe një të ardhme të prerë tragjikisht. Për Sher Kent, dhimbja e humbjes së djalit të saj nuk është zbehur kurrë, por as dashuria e saj. Kjo dashuri tani ushqen një mision më të madh se dhimbja. Ajo flet përmes çdo adoleshentis që zgjedh të largohet nga një pilulë e rrezikshme,
përmes çdo prindi që merr guximin të flas hapur për varësinë dhe përmes çdo individi që gjen forcën për të ndarë historinë e saj rrënqetëse. Në një mesazh të qetë dhe të butë, Sheri lë djalit të saj fjalët që tani jehojnë shumë për te i humbjes së tyre. Pusho në paqe, Mikael, ti je i dashur, ti na mungon, dhe për shkak teje, jetë do të shpëtohen.